Është pyet një mendimtar islam, Abbas Mahmud Aqat, një njeri mendje ndritur, në lidhje me artin dhe angazhimin me artin. A është arti pjesë e domosdoshme e jetës, apo është luks, me cilin mund të merremi vetëm atëherë kur i kemi, realizu çështjet ekonomike, kur e kemi siguru, le të themi, kafshatën e gojës. Ai është përgjigj dhe ka thënë: ne mund të jetojmë pa aftësinë e të pamunit, domethënë pa sy, 70 vjet dhe nuk vdesim. Por ne nuk mund të jetojmë pa bukë, qoftë edhe 7 ditë. Megjithatë, askush nuk ka thonë që buka është më e rëndësishme se syt. Bazuar në vlerësimin e tregut, një bukë gjithmonë është më e lirë se një libër. Dhe anën tjetër, një statujë gjithmonë është më e shtrenjtë se një fustan. Çka ka dashur me thonë me këtë përgjigje? Vlera e gjërave në këtë jetë nuk ndërlidhet gjithmonë vetëm me sa ke nevojë për të. Ajo shpesh lidhet sa do të ngritesh, sa do të avancohesh nëse e arrin atë. Edhe kjo është një pjesë jashtëzakonisht e rëndësishme që gjithmonë duhet ta kemi në vëmendje. Kur e kemi bukën, i bën që ne jemi të barabartë me gjitha gjallësat tjera. Sigurimi i kafshatës gojës është pa diskutueshëm, është element themelor i jetës. Megjithatë, kur e sigurojmë bukën, jemi të njëjtë me krejt gjallësat të tjera. Ndërkaq, kur arrim të bukurën, estetiken, kur arrim artin, atëherë si njerëz bëhemi të dallueshëm nga gjithë të tjerë. Ajo që mas shumti e ngrit nivelin ton në jetë, është pjesa e artit. Ajo që mas shumti na ngrit në majet e njerëzimit, është arti, është e bukura, është estetika, kur arti bëhet pjesë e jetës dhe aktivitetit ton shoqëror. Këtu gabojnë shumë njerëz fetar, kur në një farforme artin e shohin si pjesë jashtëzakonisht pa rëndësishme të jetës. Madje, në rastet më të këqija, ka një farë tendencë që ta bojnë edhe haram artin, dhe gjitha ato segmente të artit t'i cilësojnë si të ndaluara në fenë tonë. Dhe kjo është pikpamja më e errët e disa fetarëve përballë artit. Momentin kur fetarët e kanë braktisë artin, në momentin kur fetarët nuk kanë prodhu art, mëkati i madh është se arti shpeshherë ka mbet në dorën e atyre që nuk kanë asnjë vlerë. Dhe shpeshherë të tillët kanë prodhuar art në thojza që mas pakti ka qenë art. Prandaj, kush krijon konflikt mes artit dhe fesë, ose